vlen dori para qytetarëve me një premtim shumë të qartë, se do ta përshpejtoj rrugën evropiane, se do të sjell energji të re, dinamik të re dhe kredibilitet të ri në Bruxelles. Dhe se këtë do ta realizojmë brenda 6 muajve të parë të qeverisë së përbashkët me VMRO dhe Znami. 2 vite më vonë, rezultatet janë dëshpëruese. Shteti nuk ka bërë as edhe një hap të vetëm substancial drejt Bashkimit Evropian. Në vend të përshpejtimit, kemi stagnim. Në vend të reformave, kemi improvizime. Dhe në vend të agendës evropiane, kemi politikë ditore. Kryesuesi i ri i Bashkimit Evropian Irlanda prezentoi agendën e re dhe vendi jonë është i vetmi që nuk përmendet fare. Veçanërisht shqetësues është fakti se edhe mundësia historike që ofroi plani i rritjes së Bashkimit Evropian ka mbetur kryesisht e pashfrytzuar. Në vend që shteti të ishte lider në rajon në zbatimin e reformave dhe shfrytëzimin e fondeve evropiane, sot kemi vonesa, realizim të pamjaftueshëm dhe mungesë të vullnetit të mirëfillt reformues.